Vllazni, çështja për çështjes fesë është shumë e rrezikshme. Fatkeqësisht edhe mesin e besimtarëve luhet hajgare me fenë Allah subhanahu wa taala, nuk e din që bin në kufër. Wallahi në kufër bin. Kat kafartum ba'da imanikum, ka thonë Allah në Kur'an. Keni bu kufër pasi që keni besuar, thot. Nuk bën me lujt me dispozitat fetare hajgare. Mishti njerëzit me kesh me dispozitat fetare. Subhanallahu, e kom pa një video, s'vedin besoj keni pa dhe ju, të Sheikh Abdulrazakit, të djalit Sheikh Abadit. Edhe ishte duke shpjegu Sheikh Abdulrazaki, mashallah, është njëri, apo kur ta shet devotshmërinë në fytyrë, Allah i ka dhënë një lloj drite në fytyrë ku të këshyr, subhanallah. Edhe nuk e pastrojnë para Allahut askë. Edhe tash t'u dhon ligjërata, dikush prej xhamatit kesh me një çështje, edhe përkthyesi kesh, veç e kthen kryt, thot, nuk ka këtu për të qeshur asgjë. Thot, kjo është dispozit fetare. Na keshim vllazni, jemi njerëz. Kur t'jen te feja nalo, mo te feja mo, a moni t'koft, mos e bjen kufër, ki kujdes. Bim na jemi njerëz, bim edhe në nifak, edhe në munafikluk bim në erë, nifak të vogël, nifak të madhe inshallah jo, por nifak të vogël bim, edhe në kufër të vogël bim. Po, me lutë Allahun subhanahu wa taala që më na fal, që mos më rikthuj prap gabimeve. Përqeshja me fenë Allahut subhanahu wa taala është largim nga Islami dhe dalja prej fesë Allahut subhanahu wa taala, thot, me Allahun, me shenjat e tij, me të dërguarin e tij. Po përqesheni, thot, mos u shfaqsoni, thot. Ju, thot, pasi që jeni besimtar, thot, keni rënë kufër. Andaj kujdes. Keni vret, subhanallah, disa fatkeqësisht musliman, kur t'i shohin për shemb besimtar, kur t'na shohin neve në rrethin e shoqërisë tyneve, këta kanë, këta. Vedën ta që folëm. Bëjnë ç'shto bëjnë. Leve se këta. Këta janë që flasin ç'shto, s'na lën rahat. Edhe kjo është përqeshje me fenë Allah subhanahu wa taala. Ne nuk po gjykojmë për njerë, se ka dallim vllazni vepra që e bën dhe gjykimi. Ka mundësi ai mos me di që kjo është kufër, ka mundësi mos me ditë ai që dal pi fesë me këtë gjë. Dhe për atë arsye na e mësojmë. Nuk kemi gjykatësa. Na i mësojmë njerëzit. Nuk i gjykojmë për një herë pa i mësu. I mësojmë, i them ki kujdes, se kjo mundet me të nxjerr pi fesë. Dhe çështja më e rrezikshme është kur duhet krijesa, kur e don krijesën më shumë se krijuesin. Edhe kjo është çështje shumë e rrezikshme. Me dashur krijesën më shumë se sa krijuesin. A keni vrejt, ku ti thush pash Allahun, bëje qëta, diqysh se ka shumë problem. Pash kryt e djalit, a që otë në kom për njerë. Kjo rrezikshme është. Pash Allahun për të thot, vërë synis për të banë. Edhe pse, të thot pash Allahun bëje, nuk do me thonë ti me që bëjnë në vend ti. Se ki obligim me që bëjnë në vend. Nëse bënë vetë bëjë, du të me që në vend. Ama nëse të dikush pash Allahun bëne, ty mundu shumë mos me bo, po s'ki gjuna. Mirë, po du me thonë, dallimin mes krijuesit edhe krijesës. Kur pithu pash kryt e djalit kallëzë drejt, më ki prek, apo përpara pash kryt e enverit, më ki prek me një figurë madhështore. Pash Allahun i ka thonë, se ka lujtë synin heq, ndërsa kur i kanë thonë pash enverin, përpara komunizmin që ju konë, po.